Antarësimi i vendit tonë në zonën e vetme të pagesave në euro do të bëjë të mundur që nga 7 tetori pagesat elektronike ndërkufitare në euro të kenë një kosto 5 herë më të ulët për individët dhe bizneset. Me SEPA, transfertat në euro do të jenë më të thjeshta, më të lira dhe më të shpejta, sidomos për emitancat e shumta që sjellin emigrantët shqiptar. Vetëm gjatë vitit të kaluar, emigrantët sollën gati 1 miliard euro në dheun e tyre. Përmes përdorimit të SEPA-s, ata mund të dërgojnë lehtësisht para për familjet të tyre në Shqipëri, me transferta që kanë tarifa zero. Por sa e lehtë është të kryesh konkretisht një transfert me SEPA, dhe mbi të gjitha, sa kursejmë? Pjesëmarrja e Shqipërisë në SEPA në 16 prill daton një event shumë të rëndësishëm ekonomik për Shqipërinë, por normalisht si çdo risi tjetër, edhe rasti SEPA-s kërkon të shtrohet infrastruktura e nevojshme në të cilën ky sistem do të operoj. Më konkretisht, së pari duhet përshtatja e sistemit bankar me kërkesat e SEPA-s në mënyrë që çdo transakcion të kryhet sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Së dyti, është e nevojshme një përputhshmëri rregullatore, që do të thotë të gjitha transaksionet dhe veprimtaritë e transfertave duhet të kryhen në përputhshmëri me rregullat e Bashkimit Evropian, si për transferimin e parave, gjithashtu edhe për mënyrën e raportimit financiar, si edhe për menaxhimin e riskut. Së treti, një element shumë i rëndësishëm është testimi i sistemit. Duke qenë se ky sistem do të përfshijë shumë vende europiane dhe shumë institucione financiare dhe bankare, duhet një kohë relativisht e gjatë për të kryer testimet e nevojshme për të siguruar që sistemi do të funksionojë pa ndërprerje dhe me cilësi të lartë. Nga pikpamja financiare, aplikimi i sistemit është i kushtueshëm. Jo vetëm për të updateuar të gjithë sistemin në IT-n e bankave shqiptare, por gjithashtu edhe për të trajnuar burimet njerëzore që ta përdorin sistemin dhe të kryejnë transaksionet nëpërmjet këtij sistemi. Dhe gjithë kjo kohë, prej disa muajsh, do të jetë e nevojshme në mënyrë për të bërë një shpërndarje sa më normale të këtyre kostove kapitalizuese, të cilat nuk duhet të peshojnë në një periudhë të caktuar. Dhe çfarë është më e rëndësishme, duhet që sistemi të kalojë në një periudhë të fazuar, që do të thotë updatimi dhe aplikimi i sistemit është mirë që të kryhet hap pas hapi në mënyrë që të mundsojë një tranzicion sa më të lehtë për të anashkaluar çdo pakënaqësi konsumatore. Pra, e gjithë kjo proces që normalisht është teknik, e vlerësuar nga studiuesi do të kërkojë një periudhë prej disa muajsh nga pranimi deri në aplikimin e sistemit nga bankat shqiptare dhe institucionet e tjera financiare. Marrim një shembull, një qytetar shqiptar që jeton në Greqi, nëse do të dojë të depozitojë pranë familjes së vet një shumë prej 500 eurosh, në transfertën normale bankare, kjo do t'i kushtonte rreth nga 20 deri në 50 euro për transfert. Kjo diferencë varet nga bankat e ndryshme, si dhe nga implementimi dhe ndërhyrja e bankave të ndërmjetme të cilat bëjnë transferimin e këtyre fondeve nga personi tek familja e tij. Që do të thotë, kemi një kosto prej rreth 40 eurosh mesatare, pra nga 500 euro, familja e tij do të marrë jo më shumë se 460 euro. Ose në rastin tjetër, personi do të duhet të depozitojë një 40 eurosh shtesë në mënyrë që familjes t'i shkojë i plot shuma prej 500 eurosh. Në rastin e mënyrave të tjera transfertave të parave, ata aplikojnë një përqindje rreth 5 deri në 10% të shumës së transferuar, që në këtë rast do të ishte sërish 25 deri në 50 euro për transfert. Sërish kemi një kosto prej një mesatare, të themi 40 euro, në varësi të shumës që do të transferohet tek marsi ose ai që do të përfitojë këto të ardhura. Ndërsa, nëse ne aplikojmë SEPA-n, kostoja në shumë raste do të jetë zero, pothuajse zero, dhe maksimumi që arrin në transfertat individuale është deri në 3 euro për transfert. Pra kemi një reduktim të ndjeshëm, rreth 40 euro për çdo transfert. Kjo e bën transferimin e parave shumë më të thjeshtë, më të lehtë dhe me një kosto relativisht
pothuajse zero. Transfertat me SEPA mund të kryen si nëpërmjet sporteleve bankare, gjithashtu edhe nëpërmjet bankingut elektronik ose aplikacioneve telefonike që çdo bankë ka të vetin. Mjafton të logohesh në aplikacionin e bankës me kredencialet e tua dhe të hysh në llogarinë tënde bankare në euro, pra kjo duhet theksuar, llogaria e bankare e dërguesit si edhe përfituesit duhet të jetë patjetër në euro. E vetmja element që do të shënosh është emri i përfituesit, IBAN-i i përfituesit, si dhe shuma në euro të cilën ti do të dëshirosh të transferosh. Mjafton të klikojmë aprovim i dërgesës dhe dërgesa kalon në kohë reale. Për dërgesat e shpejta me SEPA, ajo ndodh në moment, për dërgesat normale mjafton 1 ditë pune deri në 2 maksimumi. SEPA në vetvete si sistem nuk aplikon asnjë limit për shumën e fondeve që do transferohen ndërmjet bankave. I vetmi limit që mund të vendoset është nga bankat dhe bankat të ndryshme kanë limite të ndryshme në përputhje me ligjin kundër pastrimit të parave dhe ligjit kundër terrorizmit. Gjithashtu ato vendosin këto limite edhe për të bërë të mundur menaxhimin e rrisjeve të ndryshme të cilat janë të lidhura me sistemin bankar dhe me sistemin financiar, sidomos atë të dërgesave. Por limitet në sistem vet, në SEPA nuk ka. Çfarë vlen të përmendet është se në rastet e transfertave të thjeshta individuale nuk ka nevojë as për ndonjë dokumentacion shtesë, mjafton një përshkrim i thjeshtë për mënyrën e transfertës që do të kryhet, ndërsa për transaksione individ-biznes ose biznes-biznes dhe në shuma të mëdha do të duhet një dokumentacion i nevojshëm mbështetës që përshkruan arsyen e dërgimit të kësaj transferte ose të kësaj pagese. Pra është praktikisht njësoj si të kryesh një transfert brenda vendit ose brenda përbrenda bankës. Bizneset kanë përfitueshmëri të shumashme. Së pari mund të themi një ndër përfitimet reale dhe më të prekshme është zvogëlimi i ndjeshëm i kostove, siç e përmendëm dhe më sipër, transaksionet nëpërmjet SEPA-s kanë një kosto nga 0 deri në 3, maksimum të shkojë deri në 5 euro për transakcion. Duke marrë të dhënat e biznesit për vitin 2023-2024, gjithashtu dhe të dhënat bankare për transfertat dhe kostet e transfertave të këtyre bizneseve në këtë periudhë, mund të flasim për një kursim prej miliona eurosh në vit. Një përfitim tjetër, sigurisht, përveç atij financiar dhe kostos, është dhe një kohë e reduktuar në kryerjen e pagesave të transfertave nga biznesi në biznes ndërmjet bankave të ndryshme. Kjo kohë e reduktuar do t'i ndihmojë bankat, gjithashtu dhe bizneset, veçanërisht bizneset, që të kryejnë një menaxhim sa më të mirë të fluksit të paras, gjithashtu dhe të likuiditetit të tyre. Së treti, përfitimi është në rang kombëtar, patjetër që aplikimi i tarifave të SEPA-s do të ishte një vlerë e shtuar për Shqipërinë dhe do ta rendiste atë ndër të parët, le të themi, ose liderit financiar në rajon për sa i përket kryerjes së transfertave në këtë formë. Siguria, transparenca dhe përfitueshmëria është shumë e lartë, gjithashtu edhe risku, menaxhimi i riskut dhe shmangja e riskut që mund të vijë nga kursi i këmbimit ose dhe nga potenciale të ndryshme është në një shkallë shumë të lartë. Pothuajse të gjithë sektorët e biznesit do të përfitojnë nga kjo, filluar nga tregtia, si ajo me shumicë, ajo me pakicë, tregtia elektronike, për shkak të pagesave dhe arkëtimeve në kohë reale dhe me një kosto të minimizuar. Ndërtimi gjithashtu do të ketë një përfitim shumë të madh për sa i përket importimit të lëndëve të para nga vendet e Bashkimit Evropian. Profesionet e lira dhe shërbimet, si ato financiare, të IT-s dhe shërbimet të ndryshme që ofrohen në vendet e Bashkimit Evropian, patjetër do të kenë një përfitim të madh, pasi do të mund të marrin pagesa pa kosto shtesë dhe me një kohë shumë të reduktuar. Gjithashtu arsimi dhe sektorët të tjerë do të kenë një përfitimshmëri shumë të lartë për shkak të kohës të reduktuar dhe gjithashtu kostos minimal. Së pari, Shqipëria, duke qenë i pari i pranuar në SEPA në rajonin e Ballkanit, është një lider
financiar në rajon për sa i përket marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian, por jo vetëm, ai gjithashtu do të tërheqë investimet e huaja direkte, por këtu vlen të theksohet se krahas aplikimit të standardeve SEPA do të duhet dhe një politikë fiskale shumë atraktive që të mund të bëjë të mundur përfitimet maksimale nga investimet e huaja direkte. Së dyti, duke qenë se në SEPA bëjmë pjesë ato vende të cilat operojnë financiarisht me standarde europiane, kjo do të thotë shumë për Shqipërinë, do të thotë që sistemi i saj bankar dhe financiar është i modernizuar dhe i teknologjizuar, kjo do të thotë që sistemi jon financiar është i sigurt dhe transparent, dhe gjithashtu do të thotë që sistemi ynë aplikon më së miri standardet europiane. Por jo vetëm, duke qenë se transfertat dhe pagesat bëhen në monedën euro, kjo do të mundësoj që Shqipëria të kalojë në një tranzicion të thjeshtë të përdorimit të vetmes monedë euro, duke bërë dhe një hap më tej drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pjesëmarrja në SEPA është një parakusht për antarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, por gjithashtu është një tregues se si po modernizohet sistemi jon i pagesave. Ky vendim është një hap shumë i rëndësishëm për të integruar sistemin tonë financiar me ato evropian, por edhe ekonominë tonë, paqen akoma një vend antar i Bashkimit Evropian.